Çfarë ka hu? Mirëmëngjesi. Si jeni? Si po ja kaloni? Sot ja u zgju herët. Ora 8:30. I kam ca xhiro që du me i bën. Unë nuk e di, por dushin në gjes, sikur më rin gjallë. Kaç më ka ngel nga kremi hidratus. Do na mjaftoje se do dalë ble tjetrin. Te TikToku shqiptar mungojnë shumë pak veta dhe do kapim 40.000 follow. Apo shkoni bëni follow? Shko bë follow, që do brit. Sì, pronto, buongiorno. Mi chiedevo se per caso da voi fosse arrivato il setting spray di Huda Beauty? Do hap një serial tani, edhe do bëj make-upin. Duke pa një serial që e kam pas pa para vitesh, Insatiable quhet në Netflix. Nuk dija se ç'është seriali me pa. Ma këshilloni në një serial. Ky seriali. Edhe kështu pra, make-upin e rregullova. Tash po sistemoj pak flokët. Më pëlqen kur I bëj flokët me onde, po problemi I flokëve me onde është që do të përdor edhe pjastrën, edhe atë ondeve, sepse e kam pjastrën katrore, edhe nuk mi ban ondet. Por kam qef me shtyp pak këtë pjesën këtu, duhet me I për pak flokët. Pak fare. Se më duket sigur kam një sy më të madh se tjetrin. Ky është më I madh. Ky Ora ka shku 11, dhe me thanë që në 8:30 që jam zgju, jam la, kam bë kolacione, jam la, edhe pastaj jam bë gati, e s'kam marru hala, duhet kohë, okej? Unë e di që me dash bëhem gati edhe për një orë, dush e krejt. Po, duke qanë se nuk ashtë duke më ndjek kush nga mrapa, bëhem gati avash avash. Tani pjastra veç na duhet me shtyp këtë pjesën para. Është pak ftohtë sot. Ta shoh pasaj çfarë thot Moti. Moti. Unë mos jam vetvetja. Unë e di që knoj aq mirë, saqë mund të mblokojnë videon për copyright. Po këto antenat aman, që të bëhen me këto flok anten? Ka mundësi nështë të hy live në TikTok sonte. Kështu që, nëse doni me më pa live, shkoni bëni follow. Se kam fillu me hy shpesh këto kote funit live për qef. Nuk marrë në thashë theme. Tani ndërkohë që ngrofet kjo tjetra, të zgjedhim outfitin. pavarësisht se janë krejta në lavatrice. Mos jam vetvetja, jo. E bukur si trendelin. Një sekond dhe I ripin. Tani do ikim tek outleti ndalesa e parë. Edhe ndalesa e parë në outlet do jetë me hunger sepse kam uri. Edhe e di se qa du pjadin nga pjadineria, sepse aty ka pjadin nga pjadineria, sepse nuk e maj me nëse te qendra tregtare ku du shkoj pastaj ka pjadin nga pjadineria, sepse varet se ka edhe pjadinat tjera, po unë e du marka pjadineria. Nuk e du për shembull Casa Maioli o që janë këtu budalliqet e tjera. Se veç pjadineria, la pjadineria, I bën të mira si që du unë, plus me ato sene që I du unë mrena, që do t'i tregoj pastaj. Ua, sa kam fol. As vetë se di. Gjithsesi pasaj, no cavolo, harrova me vulentet. Tani unë nisa, si qërë, po ja do nalëm hap kraun aty, se shof. Edhe I kam pas harru lentet makin, edhe duhet me I vu, se nuk e kam të rezin me hec kështu, mos me pa, se ka jam të shku. Edhe pasaj do nisim koncertin si gjithmonë me makin. Okej? Tani ti do rish aty, unë në makin ma I këtë, që ka disa sene mrena që mund të më nevojiten, edhe ndërtash kutia e lenteve me lentet mrena. Problemi është se nuk kam dezinfektues për durt, edhe kështu që fanien të daj. Se su banami. Për një herë, shalla po ja dal. U prish pak make-upi këtu të syt, po shnosh, se vetës ja bana. Bravo, la! Welcome to Central Bay. Qafati kam nga një herë, janë ku është hyrja, parkimi këtu. Direkt për balë, ta majmë men, bë 16. Super, ajo që ka bërë 17 imja, po nejse, vabbè. Kjo është pjadineria që mu më pëlqen tani, do hytë porosis, edhe pasaj do të tregoj me qaj e porosis. Ja ku më erdi porosia ime, edhe duke qenë se nuk do flej gjumë sot mas dite, tash marrë një Red Bull, edhe të mushe me energjin, edhe unë zakonisht e marrë me salat jeshile, prosciutto cotto,
gamberetti, mozzarella, salsa cocktail, avocado. Molto evidenza mirë është. Nëse në Shqipëri s'ka pjedina si kjo pjedineria. Nëse shko në Itali, o në qësi në Itali, provoja. Edhe këtë pjedinën e marrë integrale. Jo se po marrë djetë, po më pëlqen se nuket ma krokante. Tani do hyte kjo që është si farmaci, po ka gjithë shka. Këtë kremi hidratus. E tani do të gjejmë këtu. Kjo është kremi që marrë gjithmonë unë. 15 nga 21.05. Tani po iki nga këtu edhe do iki te qendra tregtare tjetër. I kam ble disa sene, por bëjmë një haul pastaj kur t'ikim shtëpi për gjithë ato që do blej. E po iki sepse vabbè, i mora që kisha nevojë me marr këtu. Edhe plus që nisën duke bë disa punime, kështu që tani ka si shumë zhurmë këtu për shijet e mia. E po që kur pull&bear është gri, se dikur ishte portokalli. Po nejse, ma bukur, kështu duket ma moderne. Unë kot hy, se këto kote funit sen zgjej asnjëherë, kështu që vabbè, kosa me kalu kohën. Tani do hyj në dyqanin e andrave. I mora disa sene te Primark, edhe tani Sephora. Tani i thash me mbë gati një tester si ky, edhe House Labs nga Lady Gaga, Huda Beauty nga kjo Easy Blur nga Huda Beauty. Hyj shpejt te Ikea, të gjenja disa sene për me nda qërapet. O isha të marru për ujë bre. U lodha me gjithë të vërdalisje, po e kam da menjen që qa kam për të ble, do t'a blej sot. Do të marrë punë sot. Se s'du me dalë ma për i shpije. Ky është supermarketi që supozohet të ketë Golden Eagle. E tash ne do t'a shofim. Edhe paska dhe Pepco. Tu të hipër të zanë, me thonë të hipër të qendra, që në një dyqan që quhet Metal Mark. Qas paska. Edhe mu këto dyqane që i kanë gjitha më hutojnë. Zdi robi ku me pa. Shika edhe ka të sipër. Ashti nuk përfundon. Ja ku është Golden Eagle. Edhe normal që unë do i marrë disa. Që unë mush me një marrë arkën. Mos gabov shap. Edhe kjo Go Plus është e Kosovës, e Shqipëris. Nejse se jena një. Kjo është rëmuja që unë kam bë për të tregu në TikTok se qa kam ble. Po nejse. Shife sa skontrino t'i kam, shife. Gjithsesi mos meno se të harrova se edhe ty do të tregoj se qa kam ble. Te Primark kam ble këto pijamat super cute. Shive sa cute edhe t'kishe me i prek qa materialit lezetshëm janë. Edhe kanë edhe këtë këmishën. Edhe te Primark kam ble edhe këto për me bë vaskën, dhe me thanë ato që hidhen, bath bombs. Kjo është me shije molle, kjo është me shije jo çoko kremi më. Ice cream, akullore. Hello Kitty, edhe kjo është si konkilja, nuk e di si quhet shqip, nejse. Edhe kam marrë një aromë për në shtëpi. Ndërsa te Action kam marrë këtë qirin, orange and grapefruit, e me fiksume me aromat. Edhe këto që pastrojnë qimet e maceve, sepse duke pas 4 mace vërdall, duhen. Tek Tiger kam marrë banana chips, kush më ka njek live në TikTok e din fiksimin. Te dyqani Wycon kam ble këtë gloss shot që është lip gloss. Oh no, e grisa. Nejse. Është lip gloss, kjo ngjyrë që quhet Fairy Dust. Edhe një laps buzësh cappuccino. Te Douglas kam marrë primerin tim të preferum që është ky nga Elf, pati primer për kush ka poret për shembull ndoshta pak më të hapme, të që dallohen, ky është perfekt. Risin në botën e make-upit Huda Beauty Setting Spray. Kush jam unë mos me e provu. Edhe kam marrë mundësish atë të madhen, do zoti funksionon mirë, sepse e dini vetë ju Huda Beauty. Qa kena në i sen tjetër interesante? Marrë këtë qoko krem këshu, Milka, që supozojt jeti mirë, do zoti. Leku shkon e vin, e jeta shkon e vin, e as leku s'vin ma, si kishtë thënë në Kelly. Andiamo insieme e paghi te per tutti. Sì, certo, c'ho un cazzo da fare io. Comprami le luci intanto e non rompere. Poi andrò dal cinese domani, poi vedo. Madonna. Ma vai a fare tu vuoi? Ma che cazzo mangi quelle merde? Ma raga, ma è strabuono il sai che bon? Non ti piace il sai che bon? No, però ho provato quello rosso. Questo è al pollo, ne ho preso anche uno al curry. Al curry? Al curry. Ciao! Ciao!
Edhe kështu pra po ha një sa i ke bon. Nuk dia si me shpjegu se qa është sa i ke bon. Por është shumë bon. Është shumë bon. Është kështu. Si tip sup me këto noodles kështu. Si shpjegohet, vabbè. Hai capito, dai, hai capito. E ke marrë vesh. Shi me ka jam përsëri. Apo registrove Se na u bë bajat sinceramente, basta. Zona me të pa më në video. Po i lëm lip glossin. Aspetta che duhet me vu lip glossin. E di si jena si infermiere, të dyja me të bardha. Tash unë kur e pash Arsonën, thash si është bërë kjo ka që buri, kjo regjistron e drejt. E se hap gojnë që shumë se po Ma regjistron. skuza, kur nuk jam e bukur? Devo parlare. Këtë kjo pun, kjo stres me bë buzët e krejt edhe akullorja maroj. Un buzët i leva. I leva mi fa troppo ridere. I leva. Come si dice i liva? I lyva. No, i leva. I lyva. E komentonin por si ti lyva po i leva. Gjithsesi kjo akullorja shumë e mirë. Kjo mori Se ne akullora me... nisëm diku duke qa hallet harrum krejt. Mori akullora me lule shtrydhe, po lule shtrydhe këtu është Leila. E shkon. Me lule shtrydhe dhe Leila. Me vanilje edhe me mollë jeshile. Jam zgjus sot 9:30. Edhe ashtora tani, s'ka morë, shnet. Nëjse është paka shumë 12 pa 10, 12 pa 5. Edhe hala, që kur jam zgju, nuk kam hangër sen, zero. Tani do ha drekën vaktin e parë. Do thush pse. Nuk e di, orobo, po kam vure që nëse ha direkt kur zgjohem, në qoftë se kam puna të ditë, nuk ja dal dot. Nuk kam energji. Nëse ha direkt sa të zgjohem, vjen me flet gjumë prap. Ndërsa tani jam zgju që 9:30, kam pastru shtëpinë ane e këtej, edhe ndihem super. Tani do ha drekën edhe ta shoh se si do ndryshoje, nëse do ndihem më mirë, nëse do më kapi gjithsesi. Normal kam uri, edhe nuk po them që nuk do e ha kur ma mëngjesin, po varet çfarë plani kam atë ditë. Zë nëse kam një ditë që nuk duhet me bëha si sen, atë ditë do e ha mëngjesin. Nuk më intereson. Ma nëse kam një ditë ndoshta shumë impenjative, nuk do ha. U hutova sot gjatë gjithë ditës edhe as nuk e di se çka kam regjistru deri në tash, edhe nuk e di se çfarë lloj vlogu do dali. Ama di të them që jam ndje shumë më mirë sot duke mos hangër mëngjesin. Kam flet pak gjuhë mas dite, po prapë se prapë jam ndje më mirë, jam ndje më me energji, edhe thjesht fakti që zakonisht në mëngjes zgjohesha, haja direkt, edhe nuk bëja asnjë punë pastaj. Ndërsa kështu çuditërisht kisha energji, edhe isha super. Ta këshilloj ta provosh. Ndoshta në qoftë se vjen re që mas mëngjesit s'ke energji, ndoshta mund të jetë kjo arsyeja, ushqimi. Mund të ketë bëj edhe ushqimi që ham, varet se ç'a han ti për mëngjes. Unë haja budalliqe. Kështu që ka mundësi ta provoj kështu një herë për ca kohë mos të ham mëngjesin e do ta shohim. Gjithsesi, ky ishte thashë themi, me thënë këto ishin thashë themet për sot. Mos harro që kena edhe rrjetet tjera sociale, Instagram, TikTok. Por po bani follow se s'kushton. Shihemi në videon e radhës.